Mirëmëngjes të gjithëve. Muaj të mbar, verë të mbar, gëzuar një qershorin për të gjithë fëmijët në mbar botën. Sot është një ditë e bukur, një ditë festive dhe studioja do të ketë zëra fëmijësh, vjersha, këngë, recitime, fëmijë të talentuar. Është një ditë që festohet në mbar botën një qershori dhe sigurisht që nuk është vetëm një ditë festive, por një ditë ku sensibilizohemi për t'i thënë stop dhunës, stop abuzimit me fëmijët. Është një ditë ku këta të fundit kërkojnë të drejtat e tyre dhe të drejtat e tyre ndryshe nga të rriturit nuk i kërkojnë me protesta, por me këngë, por me fest, por me lojra, por me argëtim. Le të bëhemi të gjithë bashkë për të rritur fëmijë të lumtur. Shkojmë në kuzhinë tani na pret Albana me recetat e ditës dhe më pas studioja jonë do të jetë vetëm me fëmijë. Do të jetë dita e tyre, do të jetë studio e tyre, e zhndëruar pse jo edhe në një teatr kukullash. Mëngjesi Albana, mirë se të gjej në kuzhinë. Mëngjes. Gëzuar një qershorin. Ty në fakt do ta uroj unë, se brenda ndihesh që je një fëmijë lumtur. Kështu duhet jenë të gjithë. Mos e merr për. Jam një fëmijë i lumtur, jam një fëmijë i lumtur sepse e them gjithmonë që kam kaluar një fëmijëri shumë të këndshme te gjyshja ime. Dhe dihet, kur ne kalojmë një fëmijëri të mirë, dihet që ne atë e pasojmë në jetën më pas dhe fëmijët të tillë i lindim. Pra është një energji që tejçohet edhe më tutje. Bukur, i pas kemi produktet, po këtë çfarë ke këtu? Largojmë. Çfarë? Çfarë se shofën si? Fieri, motrat. Shi. Fania dhe Liliana. Bravo. Përshëndesim motrat nga Fieri, Fania dhe Liliana, sikurse sepse më kanë thënë shumë të fal atij bashkënikit. Është shumë energji pozitive për veten time, po. Ju përshëndes, faleminderit. Patjetër dhe zonjën çak është shpresa nga La Praka. Patjetër. Ti ke shënuar shkrimin. Unë kam shkruar. Po të dhe i haroj. Prandaj them që besoj se përshëndet. E kam përmbyllur sot atë misionin tim të përshëndetjeve. Më pëlqen të përshëndes. Dhe ti përshëndes mirë e mirë gjithë. Me një pul me birë. Përsëri me Pindos. Ne nuk i ndajemi pulës Pindos, sepse është një pulë e freskët, na pëlqen shumë shija, na pëlqen gjithë gatimet që gatuajmë me të, me pula apo me zogj Pindos, nëse e gjeni dhe e lexoni me këtë emër, Pindos janë pula të cilat rriten në zona malore, ku natyra është pastër, ku ushqimi është bio. Ndaj edhe ne përfitojmë vlerat që mund të gjenden, proteinat brenda saj, të cilat janë shumë të domosdoshme për shëndetin ton. Pra, Pindos është zogë dhe pulë e shishme në rritur në zonat malore. Ndaj dhe ne kemi fatin që të gatuajmë me këtë pulë, një mënyrë dhe një gatim tjetër që na sjell Albana, edhe ai gatimi që soll herën e kaluar ishte plotësisht brenda shijes maksimale. Dhe besomni, kur themi Pindos, dihet që janë receta shumë të shkëlqyera. Është një mish tepër i butë dhe shumë i freskët. Shiko, as recetë mos bësh. Mjafton ta zihesh pisha të lëngun me kofshët, me mishin. Bravo. Absolutisht pa e vrarë mendjen për receta, mjafton të dish që është e freskët dhe me vlera shëndetësore. Ne kemi sjell sot me patate në variantin më të zakonshëm, më tradicional. Më të thjeshtin që gjithmonë në shtëpiat tona ka ekzistuar gjithmonë të dielave, unë flas të dielave dhe me që është ajo e një qershorit, ne gëzoheshim gjithmonë një tavë me patate, një pulë. Kjo ishte. Erzat nuk ishin aq të fuqishme, këtë do ta themi, por ja çfarë ka një ndryshim. Erzat të kombinuara bashk bëjnë, dhe pse ju shikoni shumë këtu, do t'i japim një shije shumë ekstra të veçantë. Po çka kemi piper të zi, kokër. Piper të zi, piper i kuq, pluhur i kuq. Po. Piper roze i kokër. Piper mua më duhet, kokër më duhet. E di shumë mirë që piper i kuq vendoset në përbare dhe për ëmbëlsira të veçanta. Por sot unë do ta vendos, pra nuk kam vendosur piperin e bardh. Ktu kam 2 thelpi hudhër që në blender, një të lutem, do t'i vendosim. Unë do t'i pres pak me fik
Edhe këtu ku unë vazhdoj, këtu teta bana ju uron shumë Josea, së gëzuar një qershorin dhe u bësh Faleminderit, ta dish sa donte të ishte këtu të gatuante, po do di. E zgjuar dhe e mençur. Dhe të gjithë gocat, të gjithë kalamajt si Josea. Faleminderit. Do të kemi një grup fëmijësh, vendosim vajin, të festojnë sipas mënyrës së tyre, do t'i lëmë të lirë. Sa keq më vjen që s'jam dhe unë mes tyre. Ajo, Po shumë vaj po jetë. Aq më duhet. Edhe pakës këtu, një sekond. Do hedhësh gjë tjetër? Pra kemi shtuar hudhrat, vajin dhe rozmarinën, e cila me të vërtet jep një aromë të këndshme çdo lloj gatimi me mish të bardhë apo të kuq. Pra e presim kështu sepse është dega që Mos harroni, rozmarinën e përdorni jo vetëm në gatime të tilla me mish, por edhe si çaj për ju që vuani nga kujtesa. Harroni çelsat. Po kjo qeshja për çaj ishte. Për kë vje këmbana? Nisem nga vetja. Dakor. Kjo është nga vetja në rregull. Atëherë duhet të bëjmë një masë si pastë, edhe pse pak e vështirë për rozmarinën. Do t'i shojmë vaj, do shosh vaj vazhdimisht, ha? Do shosh vaj vazhdimisht. Të birrën që e kem mbështjellë kaq mirë. Përse e kam shtjell birrën? Ju për arsye reklame, absolutisht jo. Mendova se do të fshije. Oksidohet me avujt, oksidohet. Që kështu, një pjesë birre, unë do t'a vendos këtu. Po pa tjetër do vendos edhe një pjesë jo të duhur. Natyrisht me alkool e ke birrën, apo jo? Këtu edhe kaq më duhet. Kaq më duhet. Pa apo me alkool? Me alkool. Derisa avujt e alkoolit bëjnë zbutjen komplet tërësisht të... Janë mbarua me zhurmën. Të lumt. Tani. Këtë salcë që kryua me hudhra, vaj ulliri dhe rozmarin, e përdorim tani për t'i marinuar patatet. Dhe nga një të gjitha gjërat. I ke kriposur, besoj, ja ke hedhur kripën patateve, duke qenë se kanë çik të domosdoshme, se përthithin mirë kripën. Sërish të këtu. Dhe. Vazhdojmë sërisht me rakse. Andaj hoqa edhe pjesën tjetër. Nëse nuk e keni rakse elektrike në havan, në dorë, si dikur. Këtë këtu, një sekund. Edhe kripën. Edhe vaj. Erëzat pra të gjitha në grishse. Unë do të shtoj kripën. Të patatet. Presim të bëhet sërish në salcë. Yll fare ka dala jo, yll fare. Letin ato kokat e... Jo, letin. Aty, po me gjitha të, jo, duket mirë. Shumë mirë. Shumë mirë. Jo, mirë, hidhi pak sërisht vaj. Sepse mua më duhet vaj, nga që unë nuk do të vendos fare vaj aty. Edhe 2 pika që ta bëjmë të shkëlqyer këtë pjesë. Ja, ku e kam këtë këtu. Do t'i largoj. Pra, pula jonë pindos vjen sot me patate, me birë, me këto erzat, me këto salcat që i realizua me vaj ulliri hudhra dhe rozmarin të parëm, me të cilën i marinuan fillimisht patatet. Tani me këtë salcën e dytë, ku hodhëm sërisht vaj ulliri, kemi piper të zi, kokër, piper pluhur, piper të kuq dhe piper roze kokër. Rozë, që tash roze e bëra verë tamam. Tani? Të gjitha aromatika aty që i shkojmë pulës. Sigurisht një masazhim i mirë tani për të gjithë. Tjetër, pak të krahët, këtu poshtë. Dhe nëse ju nuk e keni kaluar erzat në blender dhe i keni thjesht pluhur, mirë është marinimi shumë i mirë me vaj, sepse erzat ngjisin në vaj. Nëse ne nuk do ta bëjmë me vaj, do bjerë. Hop. Po, pa tjetër që po, pa tjetër një masazh shumë i mirë. Dhe më thonë, kush nuk do donte të ishte në vend pulës, është ideja. Bëhet tani dhe këtë pjesë. Me salcën e kuqe. Ma shqipa, që bëta ma të. Kjo punë bëhet me doreza.
ka yndyrë dhe të mos lëm asnjë pjesë pa e marinuar, sepse aty do të vazhdoj të theksohet shija. Erëzat gjithmonë rrisin atë potencialin që ka secila prej tyre, çdo produkt, edhe çdo pjesë nuk do ta çdo pjesë do të jetë e marinuar më së miri. Çfarë i ke bërë Pindosit? E kam bërë të flas me vete. E kam bërë të flas me vete. Që ka ardhur këtu në Shqipëri edhe në Rrezë Dielli. Besoj se po, sepse unë për hir të së vërtetës që përdor gjithmonë këtë shprehjen time, e kam përdorur vazhdimisht në gatim këtë lloj pule. Dhe në atë vend që unë kam jetuar, këto pula jetojnë 800 metra mbi lartësinë. Mbi nivelin e detit, 800 metra. Dhe siç janë pulat dhe vezët i bëjnë të tilla. O, pja, shiko. Dhe më thënë ty të njohin këto. Më njohin e njoh. Unë i njoh më mirë për shije. I bëjmë një përsëritje tani, se do të shtojmë edhe patatet. Me patatet shtuam hudhrat, rozmarinën edhe vajin e ullirit. Për pulën, erëzat që përmenda, vaj ulliri. Po çfarë bëre më? Çfarë bën? Sa herë mirë që vjen, sa herë mirë që vjen. Më more mendjen. Ç'to bësh tani? Ku i kam ato dorezat po? Ku i kam? I hoqe ti? Po më more mendjen me Pindosin. Edhe më thot mua pastaj fëmijë. Po jam ai fëmia që ndron vetë brenda nikit. Çfarë pleti? Më fal, po kur i hoqe se s'të pash fare. Po i hoqja sepse mirë, tani direkt, ja. Birr do përdorësh? Po patjetër. Ku shkova pa birën? Urdhëro. Prit një sekond tani. Ta vendosësh pulën mbi birr kështu? Po. Dhe avullimi? Po, ashtu dhe. Këtu. Si një zonë e mirë në fronin e vet. Kështu është kjo punë, ja. Tani do t'i jesh dorezat se... Je sigur që do piqet kështu? Shumë. Ju siguroj që ka një super shije. Ju siguroj, nuk është për show, nuk është spektakolare. Por, do piqet, e kemi thënë disa herë, sepse unë dua gjithmonë t'i bindë dhe ambisat kur flas. Puna me mire perimeve kur ne lajmë duhet t'je në këmbë, larja me sodë dhe në kështu. Kjo është edhe pjekja. Pra kjo pjekje është e gjitha me ajër, që piqet tërësisht dhe nuk kemi të lëvizim pulën nga lartë poshtë. Plus që avujt e birës, derisa ta vulloj, si moj nuk di ti, çfarë ka? Një pulë vendosë kështu. Mirë, ti qofsh, që na bën këto show. Bëj një piruet atëre të duket bukur nga të gjitha anët. Kështu në këmbë do ta pjekim pulën. Pra pula në fronin e vet. Mbi një birë, e mbështjell me letër alumini. Dhe supozohet që do të zjej bira tek kanaçe e vet dhe avujt do të zbusin. Sikurse edhe pjesët e tjera të patates do bëhen shumë të buta. Mos harroni në një furrë të parangrohur në 200 gradë. Për sa? Për një orë. Për një orë. Një orë do të qëndroj. Do. Pastaj do ta ratoj, do ta shtrim ku vetë do një orë. S'kam çfarë të bëj dhe unë. Okej, një përsëritje mirë e recetës. Pul Pindos me birrë dhe patate në furrë e marinuar më së miri. Kemi një pul, një birrë, 2 thelpinj hudhër, 2 degë rozmarine, 1 kilogram e gjysmë patate, vaj ulliri, piper i kuq i ëmbël dhe piper pikant. Krip piper i zi. Sigurisht që piperi pikant do t'jetë më i pakët, sa për t'i dhënë atë lezetin edhe shijen, ndërsa erëzat e tjera varet në varësi të pulës Pindos që ju do të keni në tryezë. Mos harroni, Albana është e domosdoshme që për shkak të kohës nuk e lam të qëndroj, po është e domosdoshme që pas marinimit të pulës ne ta lëm të qëndroj pak. A ta bëj që këtë detyrën ti ma? Kujdes, mos hyrë dhe vetë. Qëndroj. Na e prap këtu. Pja. E vendosin edhe bukur. Pjekit të mbarë. Dhe ta shijojmë. Deri në fund programit do të ketë marrë atë ngjyrën që ne duam. Kështu që e përfunduam recetën tonë të parë, thash nëse marinojmë pulën me atë rozmarinën, hudhrën edhe vajin e ullirit, është e mirë të qëndroj pak apo s'ka problem. Patatet, kurse salca e kuqe ishte për pulën. Nëse ne do ta bëjmë direkt, nuk kërkon as pritje, as një gjë. Thjesht është madhështia e saj të qëndrojë në fronin me birrë
Pjesa tjetër që tepron mund të pini edhe ju, derisa prisni të bëhet bira. Ose të bëni një recetë tjetër, me kë vazhdojmë tani? Po, unë mendoj të me ëmbëlsirën. Do bëjmë një ëmbëlsirë tradicionale dhe kjo? Edhe kam shumë dëshirë që t'i ftoj zonjat se si i quajnë atë ëmbëlsirë. Unë thjesht nuk do ta jap emrin. Po do t'rregojmë produktet. Do luajmë pra, do luajmë sot. Do t'rregojmë produktet, po shlojmë për kalamajt, jo për zonjat. Është ëmbëlsirë, po pse ne si kemi bërë kalamajt? Do t'ja thuash përbërësit fillimisht apo? Po, tek përbërësit dhe më pas le të lëm telefonatat e hapura. Për të gjetur emrin e vërtet të emrin e vërtet të recetës. Tradicionale. Me kënaqësi më të madhe. Po, mendoj dhe një herë. Ai më mirë, por i më mirë të gatimi. Pra kemi një ëmbëlsirë. Se kështu duket gjithë dhe thjesht kjo puna. Po, duket e lehtë. Jo, nuk është e lehtë. Të ja u them që s'është e lehtë. Një ëmbëlsirë me sherbet. Recetën? Po receta ka dhe titullin. Po dorëm recetën. E kam bërë me dy alternativa. Pra, ka një emër vetëm, ka dhe dy emra të tjerë. E kam bërë me dy alternativa. Regjia na tregon recetën me emrin e parë dhe pastaj një numër telefoni, ëmbëlsirë me miell misri dhe sherbet. E ke vënë shumë shkurt, domethënë, jo emrin e vërtet të recetës. Thjesht ke përmendur miellin e misrit dhe sherbetin. Na duhet një vezë për këtë ëmbëlsirë, 100 ml vaj, 100 ml kos, pra kosi dhe vaj janë në sasi të barabarta, një gotë miell misri, gjysmë gotë e oriz i bluar, një gotë miell gruri, një bustim pluhur pjekës, 800 gram sheqer, 800 ml ujë. Ja të shikojnë që kësi ka emri kjo recetë. Mirë, që t'i ndihmoj pak amisat kur të telefonojnë. Telefononi si ju duket kjo receta, kjo e ëmbla, kjo receta e ëmbër dhe si e quani ju. Pra, do t'i përmend herë pas here, shikojeni dhe pak procesin, mos ju vjen ndërmend dhe mos ju kujton ndonjë emër, është recetë tradicionale, shumë vjeçare, t'ju ndihmojmë pak. Po unë as nuk e diskutoj me që jam lisat e din, as nuk e diskutoj fare, as nuk hezitoj që të them që e din apo jo. Sa emra të tjera ka? Ka 2-3. 2-3 emra të tjerë, mirë, në rregull. E tregojmë pak procesin. Pra, produktet i kemi në tryez, i lexova dhe fillojmë tani si... Tani, unë e mirë direkt me sherbetin. Pra, kam 800 ml ujë dhe 800 gram sheqer. Që filloj dhe bosh atis edhe pjesën e enëve këtu. E lë me rehatin e vetë, e kemi njës me rehati, një qershore sot, e kena njës me rehati. Op, sepse dhe kjo fes ka ardhë nga rehatia. E ullë që të bëjt avash. Këtu unë kam, do të shtoj vezën. Tari me siguri që zonjat po presin të gatuet deri tek gjysma, kjo recetë, dhe pastaj të na tregojnë emrin e vërtet, emrin e plot, emrin që njihet më së shumti, është emri vjetër. Nuk përzihet me sheqerin. E gjithë pasa sheqeri do t'jetë tek sherbeti. Të sherbeti. Do të shtoj kosin deri në fund. Këtu. Kosi dhe vaj janë nga 100 ml të dyja, në sasi të barabartë. Bëjnë atë masën e lëngshme, që ne na duhet. Një trazim i mirë, pra nuk kemi shtuar sheqer tek veza, vetëm kosin edhe vajin. Vaj. Veza, kosi dhe vaj trazohen mirë. Derisa bëhet një masë paka shumë homogjene. Nëse vezët janë të vogla, do shtoni 2. Unë, për arsye sigurie, për brumin, po e lë veçmas. Unë kam shuar vetëm një. Derisa ne të shikojmë që sipër, shumë mirë. Shkëlqen ajo pjesa e sipërme. Derisa të jetë shumë e bukur. E një trajtshme. Do shtoj miellin e orizit. Miell orizi, i bardhë, i imët. Në lugë, edhe miell misri që janë diku. Pra 3 lloj miellrash ka
kjo ëmbëlsirë. Mielli i orizit ndihmon që të japi atë pak si me e ashpër. Presim që të na telefononi për të na treguar emrin e kësaj ëmbëlsire. Do të shtoj edhe pluhurin pjekës. Pluhuri pjekës, i cili do të japi patjetër edhe volum. Erdhi telefonata e parë, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Iku, ra? Duam emrin, edhe nëse nuk e gjeni, s'ka problem, komunikojmë për shefin tonë. Nuk e kemi hapur konkursin ende. Po, dim jam visat as nuk e diskutoj unë, po thjesht. Linjat mund t'jenë do të lozësh pak. Këtë dhe përplasje linjash, po. Për shembull, Qemal, Pasha. Ha, moj tani të telefonojnë visat fillimisht, mos i tregoj emrat. Të thash të fundit që janë visat do thonë emrat të tjerë, dhe jam shumë e sigurt. Prandaj do unë e sjell pak para ekziston. Prandaj do unë e sjell në këtë formë. I trazdojmë mirë. Visat e mia tani. Ku ta pjekësh? Ta pjek në furrë sërish për 10 minuta. Kjo është vetëm për 10 minuta tani që pjekje. Jo, thash në cilën tepsi. Avash, cilën tepsi. Sa e mirë me kuptuar bashkë. Po një tepsi të zezë që unë e kam këtu. E gjendo sa trazoj unë. Ja, e trazon ti dhe unë op, ja këtu, direkt. Thjesht duam të dim tani në fund fare. Do shtrosh edhe një letër. Do shtroj një letër pjekje. Duam të dim çfarë trajte, si do të jetë brumi, sa i trash, sa i holl, konsistenca e tjerë. Tani unë do ta punoj, patjetër do ta punoj. Derisa unë po shtroj një letër pjekje dhe dihet që letrat pjekje Rimet përdoren për çdo lloj pjekje. E kam kështu mbrap sepse lexoj të dhënat përshkruese të kësaj letre, e cila përdoret deri në 220 gradë Celsius, praktike në përdorim, jo ngjitëse, rezistence ideale për gatimin e ëmbëlsirave, rezistente në çdo temperaturë të lartë, për pjekjen e ëmbëlsirave, për pjekjen e biskotave, byrekëve, picave, mbështjelljen e mishit para pjekjes dhe perimeve të furrës. Dhe nuk ka nevojë për përdorimin e vajit, gjalpit apo çfarëdo lloj yndyre tjetër. Kjo letër pjekje është cilësore, është shumë praktike edhe shumë e leverdishme për sa i takon çmimit edhe sasisë së centimetrave apo metrave që ka. Bëhet fjalë për këtë letër, bëhet fjalë për metra dhe ju e keni për një kohë të gjatë. Ja. E shtroni tek tepsia. Mos shtroni asnjëherë në tepsi perime direkt, sepse mund ngjisin e para do të shtoni më shumë vaj dhe pastaj ju prishen dhe thonjt kur i lani, kur i fërkoni. Mirëmëngjes, kush erdhi në Reze Dielli? Kush telefonon? Mirëmëngjesi zonjë. Kë kemi në vend? Po, ju uroj një muaj të mbar. Faleminderit gjithashtu. Sa më i mirë. Amin dhe për ju. Plot shëndet. Një verë e mbar edhe për ju. Pushime të bukura. Kjo është verë, po është dhe dimër dhe verë. Ashtu është. Kemi mbaruar dhe kemi bërë dhe pushimet e dimrit tani në stilin e verës. Para dite vap, mbas dite një rrebesh shiu. Ti nuk di se si të vishesh. Është e vërtet, është e vërtet. Jeni për shumë të mirë ato që të dyja. Faleminderit. Më thuaj. Tani kjo ëmbëlsira që po bën Albana, unë herë parë që po e shikoj. Kam parë në një. Edhe nuk e di se si quhet. Nuk e di emrin tjetër. Dgjoj, me thënë drejtën as unë nuk ja di dhe po pres që të jepet një përgjigje nga ju se s'ma tregon Albana, se merakoset mos ja u them, mos ju ndihmoj. Domethënë e ka shënuar dhe tek receta e shkruar në ekran, ëmbëlsirë me miell, mistri dhe sherbet, po ka dhe një 2-3 emra të tjera dhe na ka vënë lojë gjithëve. Dgjoj. Hajde gjejmë. Kemal Pasha tha një emër. E përgëzoj Albanën që sjell receta, domethënë që zonjat edhe nuk i din. Që ti mësojnë tjenë të reja mos përsëriten, po janë të vjetra shumë, e vërtet është. Faleminderit, shumë faleminderit. Pa ja ditur emrin si të duket, si do të ketë atë shihen të përshtatet? Po shumë e mirë dhe shumë e thjeshtë. Po. Shumë e mirë dhe shumë e thjeshtë. Pa një kosto të lartë, pa lek shumë doja të thoja. Po, pra. Po të lekët e kemi dhe në mendje, gjithë lekët e kanë mendje, kush tha? Tani ka arkuar domethënë që të kursesh sa më shumë. Pra, të gatuajmë edhe shëndetshëm, përse nuk po flas për këtë ëmbëlsirë, se kjo nuk është ëmbëlsirë e shëndetshme, nuk futet tek ëmbëlsirat e shëndetshme. Po për festë është. Ose të shishme të futet. Edhe për festë është. Për festë është, e shishme është, jo çdo gjë që është e shishme është shumë e shëndetshme, e dim këtë gjë. Domethënë që është dietike.
Ka mielin e orizit. Mielin e misrit. Ka mielin e Edhe miell orizit që grushi. është... Jo, e kisha për sherbetin, Albana, jo për pjesën e brumit që ke ndërtuar deri më Unë tani. kam mundin të ke shëndeshën ja lëm. Ngjishe Albana dhe u bë shumë e mirë tani. Falemderit, shumë falemderit. U bë një brum shumë i mirë. Ja, u bë tani një është një brumi duhet prandaj dhe unë derisa të rëshqas dhe mos e lë asgjë pjesë të brumit këtu. Atëherë ne do të thotë që është gati. Unë jam gati për të më punuar. E siguruj Albanën që her pas here të duj në ëmbëlsirë, sepse duhet. Po e do Xhani më motër, e do Xhani, çfarë flet? Shiko, ne nuk e pengohem për të. Po thjesht duke u përmendur këtu në emision shëndeti, flasim me mjekë dhe shëndeti kështu, ushqimet kështu dhe kjo të riqet pak. Megjithatë, unë sugjeroj që njeriu duhet të hajë dhe të jetojë nga të gjitha, nesër nuk do jetë më. Tek masa. Edhe me ty jam. Ku të jetë dita e fundit. Bravo. Për të jetuar si dita e fundit, jo për të ngrënë. Jo, kjo kështu. Si e kishe për këtë, për të jetosh si do t'ishte dita e fundit, apo të ushqesh të hash, si kur do kishe ditën e fundit? Të gjitha bashkë. Të gjitha bashkë. Si jam dakord. Të jetosh si dita e fundit. Shiko, ne mund të hamë çdo gjë, dhe mjekët nuk e mohojnë këtë gjë, por çdo gjë është me masë, apo jo? Mirë, me pak nga të gjitha. Më thënë janë disa gjëra që nuk duhet ja kushtesh vetes. Po, sigurisht, në proporcion dhe në funksion të nevojave, do të dëgjojmë trupin tonë, për çfarë ka nevojë trupi ynë. Ne të falenderojmë shumë. Ditë mbarë dhe jeni shumë të mira. Faleminderit, përshëndesim edhe ne, të urojmë një ditë të bukur sot. Nëse ke fëmijë të vegjël në përmbesa, ta gëzojnë festën e tyre. Sikundër edhe çdo gjyshe që është duke përgatitur biskotat, ëmbëlsirën për fëmijët nipin mbesën në ditën e sotme dhe ndonjë dhuratë të vockël. Dhe shpejt e shpejt, sepse jemi afër reklamave, pra kjo ëmbëlsirë do t'jetë kështu. Nuk do t'jetë një brum i vendosur. Jo, absolutisht jo. Prandaj dhe anvisa do t'a gjejnë. Po biskota. Jemi të biskotat apo jo? Jo, nuk jemi. Kota biskota nuk jemi. Pra, biskotat nuk janë, po ju ndihmoj që duke e pyetur dhe duke hequr më njanë disa emra. Po të kujtojmë pak sheqerparen, për shembull, pak a shumë, ato Tatlit e Shkodrës. Pra, është një ndërthurje. Kemal Pasha, Tatli, dy emra i mësuam. Po kaq pra, ka emër tjetër. Unë po jap anvisave dhe patjetër që edhe mbas reklamës do ekzistojë telefonata, pse mos i para përgatisni një çik. Emi mendoni atëherë ne po përfundojmë këto topthat me këtë brumin që përgatitëm, pas reklamave sërish jemi në kuzhinë. Një, 2, 3, 4, 5, 6 ke bërë deri tani. Sa të duhet deri në fund? Bëjmë atë sa të mbush llogaritjen tonë, derisa të shtojmë pastaj sherbetin tek secila. Dhe është e vetmja recetë që shkon sherbeti i nxehtë me këto të nxehta. Piqen këto dhe më njëherë sapo përfundojmë pjekja, shtojmë sherbetin. E mirë tani, pas reklamave i tregojmë këto detajet e tjera. Po, edhe unë i kam bërë të gjitha, këtë kam mbushur tepsin. Ja e shikon çfarë bën teta Albana për kalamajt. Një herë në vit. Kalojmë në reklama tani. I lam zva. Po më kalojmë se jo. Jemi në kuzhinë me recetën e tretë dhe do ta prezantojmë tani derisa të piqen pak ato ëmbëlsirat me miell misri që i vendosëm në furr, duke pritur që të bëhet edhe sherbeti dhe ti sherbetosim. Ju vazhdoni të telefononi për të gjetur emrin e vërtet të recetës tonë të ëmbël dhe do të prezantojmë të njëjtën kohë paralelisht edhe me gatimin e tretë. Sërish kemi zënë brumin. E duam brumin e. Çfarë do gatuash me brumin e tanishëm? Petullat. Petullat me hir. Ndjes unë e kam zënë më përpara sepse nëse unë do ta zgjoj tani, nuk do ta kem pranë. Recetën që propozuam dje për ta gatuar. Unë kisha thënë buk. Por e çova mirë në mendje. Thash ndë një qershori sot. Edhe doja ta lidhja pak me që ti bënim qefin fëmijëve pak më shumë. Gjyshet të kenë më tepër ide, as nuk e diskutoj që kanë edhe jam shumë modeste në këtë, sepse dhe unë një moshë me gjyshet jam. Pra kam hirën për të zënë. Më duhet maja e birës,
Nëse ju e keni të thatë s'ka problem, nëse është e butë, pa tjetër nuk ka problem. Thjesht tek majaja, unë e kam thënë vazhdimisht që ne nuk duhet të vendosim kripën. Pra shtojmë maja, sheqer, hir dhe e lëmë të e trazojmë. Aty do të shtojmë 2 lugë miell që ne të kemi atë masën e lëngshme. Më pas, ne do të kemi tek mielli do të shtojmë gjërat produktet e tjera që janë të thata dhe bashkojmë. I japim një çak, se kam shumë qef këtë pjesën këtu sepse shife si është, kjo është ardhja. Kjo është ardhja e brumit. Ardhja e brumit. Dhe petullat po do fryen, petullat si nuk do fryen. Filozofisht që të punohet brumi dhe të qëndrojnë. Patjetër që do ta punoj. Patjetër që do ta punoj. Ne duam që këto petullat mos fitin vaj dhe kaq, pastaj. Pra, a duam gjëra tradite. A duam gjëra tradite, prandaj do të thash, hira do t'i japi një shije shumë të veçantë. Jo vetëm për benefitet e mëlçisë që ka edhe smundjeve të tjera, pastrimin e të gjitha benefitet të duhura. Unë recetën se kam ngritur, çfarë na kemi ne për shëndetin, absolutisht. Për shëndetin, unë ja kam lënë ekspertëve që të flasin. Mua më duhet të sjell tek ju një recetë shumë të mirë me brum. Ato petulla që gjithë secili nga ne i dashuron shumë, po, i dashuron. Jo i duam, po i dashurojmë. Jemi të dhënë, jemi pasionant. Asnjëherë pasioni ndaj ushqimit nuk mbaron. Çdo pasion mbaron, i ushqimit ngelet në vend. Dhe sa plakemi, akoma dhe më tutje që ndron e fort Livia jon. Kemi ngrohur edhe vajin dhe derisa të hapet tani ky brumi që kemi zënë, do të tregoj edhe një herë produktet dhe kam nxjerrë një material në fakt se për çfarë na shërben hira. Hira tradita në këtë linjë siç është edhe kosi edhe qumshti, i referohemi prodhimit sipas mënyrës artizanale të dikurshme nga dora e gjyshes, për shijen që ka dhe për ruajtjen e të gjitha vlerave. Shohim fillimisht petullat, se çfarë ju duhet ato raportet e gramaturës për brumin e tyre dhe pastaj tregojmë disa vlera që hira ka për konsumimin nga të gjitha moshat. Kemi 200 ml hir tradita, 200 ml kos tradita, një vezë, 10 gram maja buke e thatë, një lug çaj sheqer, një lug kafeje gjysmë krip, 600 apo 700 gram miell. Atëherë mund të përdoret hira jo vetëm në gatime, por kudo. Edhe mund të pihet siç është, edhe mund të gatuhet petulla, kulaçi, buka edhe gjithçka tjetër. Pastron mëlçi, largon helmet nga mëlçia. Kjo pije ka në përmbajtje beta-laktoglobulin, e cila furnizon organizmin me aminothartirat BCAA, të cilat ndihmojnë te sëmundjet e avancuara të mëlçisë. Pra, vlera e parë ose ndikimi i parë që ka hira është tek mëlçia për ata që kanë çfarëdo problemi në të. Hira pastron veshkat, këshillohet të përdoret tek pacientët që vuajnë nga gurët në veshka, sepse përveç pastrimit mund të bëjë edhe shkrirjen e tyre, gjithmonë duke patur parasysh një hirë të mirë dhe cilësore. Hira tonifikon muskujt dhe ka edhe efektin dobësues për të gjithë ata që janë të apasionuar pas sportit. Këshillohet që në vend të kokrave energjike që marrin, mund të përdorin hirë, pasi proteinat e shumta që hira përmban i japin energji muskujve dhe gjithë trupit ton. Forcon kockat dhe pengon osteoporozën, nuk ka yndyrën që ka qumshti dhe është zëvendësuesi i mirë i tij për sa i përket vlerave ushqyese. Ajo ndihmon edhe në periudhën e prekjes së femrave nga osteoporoza pasi furnizon kockat me ushqim. Përveç të tjerave, largon edhe stresin dhe rregullon yndyrën e tepërt në gjak për ata persona të cilat kanë probleme me yndyrnat në gjak. Një pjesë e benefiteve që kisha nxjerrë unë janë këto për hirën e shumë të tjera ka, prandaj edhe është pija magjike, themi ne. Shumë mirë. Aleat i shëndetit të mirë. Me këtë moto ka zgjedhur të vi tradita, çdo produkt i traditës, çdo shitje, 5 lek i kalon gjithmonë fermerëve tanë për t'i mbështetur ata në punën e palosshme që bëjnë. Ndaj ti ke zënë brumin me hirë, ne kemi marrë një pjesë të 200 ml nga paketimi, pjesën tjetër nga një gotë për stafin për të gëzuar me gjithë vlerat që ajo përmban. Po, disa shije i jep tavave të veut hira? Ja që është një diçka e re.
as nuk e diskutoj që kush punon në kuzhinë e di. Në tavat e dheut. Po. Është shumë e mirë. Pra si vendosim që kemi qumshin që jep atë pjesën e ajkës për sipër, në tavat e dheut është si një tretës i mirë tek gjiza, tek djathi, e tresi me hirë. Po ka Me proteina hirë, me pra. pa hirë, hira na bën mirë. I skuqim petullat tani, petullat tona me hirë dhe presim telefonatat. Presim telefonatat sepse kemi lënë për gjysmë ëmbëlsirën në kuptimin e gjetjes së emrit të saj. I kam prerë në këtë trashësi. Në këtë trashësi. I pam. Dhe të mira pas tjetërës. Shife, sa drejt i kam prerë? Hajtë mo. Këtu janë fundoret, Niki. Këtu janë fundoret, Niki, të shtimos. Mirëmëngjes. Kush trokiti? Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, për herë të parë në këtë periudhë kohore, kemi një zotëri. Megjithse jam burr, po gatimet më pëlqejnë, sidomos kur i shoh që dalin ato gatimet nga duart tuaja. Shumë faleminderit që na telefonove në rast të parë dhe ne nuk e kemi kriterë që na telefonen vetëm gratë. Patjetër që me kënaqësi presim edhe zotërinjt. Po, nga ana ime keni vetëm përshëndetje. Faleminderit. Shumë faleminderit. Të zgjatem në mënyrën e gatimit. Shumë faleminderit. Urojmë shëndet edhe një ditë të bukur sot. Muaj të mbar. Rrofsh, faleminderit. Falenderojmë, të përshëndesim, faleminderit për ndërhyrjen edhe për përshëndetjen. Shpresojmë që... Ja ta vendos një të votë shkëllon këtu një herë. Është bërë? Jo. Shpresojmë të kemi sjell 3 receta të thjeshta dhe që mund t'i gatuani shpejt e shpejt në këto ditë. Kemi përpara fundjavën, kështu që këto petullat janë më së miri. Për të shtunën, për të dielën. Po, shoqërohen me djathë. Me djathë, me qatë të doj shpirti, edhe tek ëmbla, mund të dhe me mjalt, me reçel. Bravo! Mirë. Tani do të fryen dhe aty është pjesa më e bukur. Kjo është që tu do të vëdhe një tjetër. Okej, njëra që nga bërë... Buçko. I lëm shumë pak, pra ne na duhet, nxehtësia ne na duhet të jetë jo dhe aq maksimale, një nivel pak me ulët, jo as mesatare. As mesatare. Mes mesatare dhe nivelit e lartë. Sepse sobat i njihni ju. Ja, shiko si bëjnë, si balona. Ja vendosi këtu. Mund të vendosim edhe një letër, por nuk përthithim vaj. Nuk përthithim vaj. Mund të vendos 2. Ja, u poshim pak ato që ti shërbetosin në ofrun dhe... 10 minuta na duhet vetëm për ëmbëlsirën. Edhe e kemi hequr pak mënjan pulën, sepse është shumë e lartë dhe në zë gjitha hapësirën e furrës brenda. Plus që në dua dhe aromat të ëmbëlsirës bashkë me pulën, mos të... Po. Nuk është normale. Kush na ka ndjekur te gatimi i ëmbëlsirës, e mirëpresim tani për të na treguar një emër, çfarë emri ka ajo ëmbëlsirë. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Ka rënë telefonata? Sërish provojmë. Presim këdo që dëshiron të na tregoj rreth emrit që do t'i vendoste ëmbëlsirës që gatuam pak më parë me miell misri. Do doja që ta përmendja edhe një herë në ekran, t'i tregojmë produkte dhe më pas ju i referojni një emri të caktuar. Po, mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, Ania. Ani, mirëmëngjes. O, Ani, sa e mira je? Ju uroj një muaj të mbar dhe të bekuar, që të djave o ngjitemi. Faleminderit edhe juve gjithashtu, një verë të mbar. Më thuaj, e ndoqe pak recetën e ëmbëlsirën? Si se ndoqa me miell misri dhe me miell orizi. Po, përse e quani ju ande? Se kam i dhe pare, era parë që e Era parë që e dëgjon, në? Po mendoj se mos janë të lumat, po jo, shpesoj. Ja. Thashëm, jo. Po deri në fund ta zbuloj. Të kemi thënë 2 emra të tjerë që përdoret, Qemal Pasha ose Tatli. A nuk e di si ka, se kam i dhenë parë, era e pak e shonë këtë vajnë bësire. Më vjen mirë, faktikisht më sa gëzoa. Po me të është e qërë. Sot nga të kam një qërëshorim. Mjafton mos e dini ju, ta ke cilë të re, Albana, si recet. Kjo është arritje. Është një qërëshorim sot. Po që, po bëjt qa petulla me mollë. Aha. Janë petulla me mollë, po
Petullat të zakonshme, ke parasysh... E ja bëhen shumë të mira, bën ato brumi dhe... Jo që ki brumi që bëre ti sot, Albana. E prela modëm, feta në vetër mullakët, i hoqa fare. E kalove në brum? Po, e kalova në brum. Edhe i skuqe. I skuqe. Kemi bërë edhe ne këtë me moll, me darë. Po, i vura ara në mes të mollës, i mbusha me... I spërkata me fana lule djeli, jo me... Ashtu si që pëlqen kalamajt. I bëra me të kokrem, ca i bëra me mjelt, edhe... Vetë ëngre do një? Në palat, kur të më vi në palat, do t'ja japë. Okej, shumë mirë. Vetë nuk besoj se ëngre, duke qenë se... Ke diabetin. Të preferuar e kalamajle këtu. Bukur, shumë bukur, e ke bërë fiks për fëmijët. Shiko, si ka dalë si balon? Duam shumë këta kalamajt këtë ëmbërsirë. Edhe interesant, këtu në Gjirokastër ka një shtrëngësi shumë të madhe, moj, se tani është sezoni turistëve, edhe një... Ja rritur çmimet, o? Këto çmimet, ja u bëjnë turistëve, ja u pinë gjakun atyre. Një petë mollë, me petull me këshu, 1.000 lekë të vjetra. O që bëni kështu, juve mo i thash njerë që vajta në qasë pazarit, sa ati dhe më shumë turistat. Edhe për gjatë gjithë sezonit turistik të çmime, stratosferë madje, dhe sidomos në kulmin e sezonit kam përshtypjen. Po këtu në çdo kohë, në çdo kohë në Gjirokastër vinë turista, nga Kalaja, nga këto. E këto pasojë i Gjirokastër janë... I vuani dhe ju vendasit. Po, dormos me ushqimet njëherë, janë më të shtrenjta në Tiranë. Më të shtrenjta se sa në Tiranë, e kuptoj. Po, kur isha njëherë në Tiranë... Pra du të dini të mësoni sa më shumë receta kështu, që s'ka shumë kosto. Kjo ishte jo vetëm për... Për atë s'ja kam i denë të si e ka emri. Po, gjithsesi, hynë tek recetat e shpejta, të thjeshta dhe që nuk kanë atë koston, me qënë se përmënde dhe koston e ushqimeve. Ja sheqerparen. Sheqerpare, të të drejtës kam gërnas një sheqerpare, se kemi bërë në njërë, po... Sheqerparja e vjetër fare, sheqerparja e vjetër fare. Kjo është emri që do tjetë që e zbula, më okej. Para që të marri anin telefon do mos i të manë, për që të ati? Mire, nuk i rezistoj. Ta kjo ashtë i vetë pasaj, ashtë se mund. Mirë, Donjani, të falenderojmë, ja sheqerparja vjetër fare, kjo ishte, le themi, se nuk e mbajti shumë Albana, dhe për nderin të zbuloj dhe emrin. Falenderojmë dhe të urojmë një ditë të bukur. Faleminderit për telefonatën, të urojmë shëndet. Shumë faleminderit që jeni anvisat tona besnike që nuk i ndajeni ekranit Report Televizion për të ndjekur jo vetëm recetat, por gjitha hapësirën tonë të Reze Dielli. Reze Dielli pas pak do të ketë një shfaqje teatrale. Një teatr të Vockën me personazhe për të përcjellë mesazhe tek fëmijët. Kështu që ta zhndërojmë pak, po bëhet gati studio jon për ta zhndëruar atë në një teatr të vërtet. Pak më vonë dhe me muzikë dhe me kërcime nga fëmijë të talentuar. Ti vajme dhe ëmbëlsirat, Niki? Ti si këtu ëmbëlsirat se morëm pak ngjyrë. Po. Që të vendosim, pindosin, të vazhdoj procesin e pjekjes, sepse thamë që do t'i duheshe gati 1 orë. Ja. Shifeni? Ne ëmbëlsirat ta duan vetëm 10 minuta. Vetëm 10 minuta. Kujdes se të dojë gjamoj. To do ta kaloj këtu. Do të bëj një tret unë të mirë të sheqerit, do të pik. Dhe të vazhdoj pjekja e pulës, sepse i duheshe, si që thamë edhe, gati 20 minuta plus minutajin që e lam të piqeshe. Sheqerparet. Të nxehta, si që janë? Direkt nga fura, i zhysim. Ja ta vendosim pak më afër njëra tjetrës. Të këtu? Sa e nxehtë që ishte. Edhe një recetën. E shohim edhe një recetën në... Direkt kështu. Në ekran. Ja, shohim dhe recetën. Direkt zbuten, prandaj i vendosim të nxehta sepse duam që të qëndrojnë dhe të jenë të buta. Ëmbëlsirë me miell, misri dhe sherbet, tatli ose kemal pasha ose sheqerparet e dikurshme,
Këto janë emrat e tjerë që mund të ketë kjo ëmbëlsirë, të cilën e gatuam me një vezë, 100 ml vaj, 100 ml kos, një gotë miell misri, gjysmë gote oriz i bluar, një gotë miell gruri, një bustim pluhur pjekës, 800 gram sheqer dhe 800 ml ujë, pra uji dhe sheqeri për sherbetin janë në sasi të barabarta. Pasi piqen, pra formojmë brumin, i japim formën që dëshirojmë, i dham formë të rumbullakët, i pjekim dhe më pas i zhysim tek sherbeti, njëra pas tjetrës. Ato do të zbutem dhe çfarë do bëjmë tani? I vendosim njëra pas tjetrës në një pjatë. I kthem që të kemi mundësi të përsisim. Do të zbuten dhe sërish në sherbetet. Po. I nxjerrin nga një këtu dhe sërish do t'i lëmë sherbet. Prandaj kam dhënë edhe atë lugën. Nuk është aq e rëndë siç unë e imagjinova dhe thash më herët, sepse ato thjesht zhyten. Po do t'jenë të nxehta, iqi Nika që të vëmë ato që t'jenë të nxehta. Po, që mos ftohen. Ja, kështu. Formulat janë të sakta, siç i lexuam. Po ashtu edhe tek petullat, sepse duket edhe rezultati sa të këndshme në sy kanë dalë dhe se vëmë në dyshimi ati vendos t'i zhyt kështu me një herë. Të jeni të sigurta, nëse diçka mua do më dështoj në ekran, do them po, vërtet ka dështuar, sepse unë dua që ju të merrni recetën e duhur. Nuk na ka qelluar deri më sot. Po, edhe nëse dështon, po të keni gramaturat e duhura, ju jeni në rregull. Duke qenë se janë të lehta dhe jo të rënda, këto qëndrojnë mbi sipërfaqen e ujit apo të sherbetit. Avash, këto. Dhe sa më shumë të qëndroj brumi, edhe kur e prisni, këto 4 orkat, do jetë akoma dhe më mirë, Ja, po i zhyt. Po, edhe më pas, ky sherbet do t'i kaloj sërish. Nga sipër? Po. Por do t'jenë tani të nxehta. Jo, e gjithë masa, se të lumshit duart. E i përzijem nga pak dhe i servirim. Shiko. Mbaruan edhe petullat, për gjithë fëmijët që do të mbarojnë gjithë, sepse nuk mund t'i ftojmë që në fillim se kanë mendjen tek interpretimet, mbarojmë gjithë punën me to, dhe kur të mbarojmë programin, bashkë me fëmijët, shijojmë edhe këto recetat të ëmbla, petullat që padyshim i kanë shumë qef, e të lumshin duart. Qa t'ju edhim tjetër tani sherbet? I lëm të ftohen pak. Ajtë sa përthithën, njërën pra madje do doja që ta hapni, që të shoh a janë njomur deri brenda, sërish ndoshta duhet të kishim. Duan sërish të... Duan edhe pak. Shifja ku ka ardhur sherbeti deri afër qendrës. Prandaj u hidhet... Prandaj u hidhet sherbet. Me një garushde të voçkël, do t'u hedhim sherbetin. Edhe unë të mbaroj me balonat e mia këtu. Të lumshin duart. Faleminderit. Tani kujt i bie treshi, mace ka të veshin, kështu i bjen. Hapi një petull, një pjekur skuqur, bukur, shumë mirë. Ja. Si kap, kështu ja kjo. Të lumshin duart, vetëm pula na mbeti pa provuar. Provojnë çik për shihen, kanë krip, Po, thash bëjmë snafi çik kështu. Bëjmë pak snafi. Atëherë largojmë se më ka dalë nami ku. Të ka dalë nami që ha shumë. Jo, unë jetoj vetëm me frymë. Me frymë shenjtë, asgjë tjetër. Unë që s'kam nam, unë kam neps. Pra, ëmbëlsira mbaroi me miell misri dhe sherbet që po kalojmë, kemi petullat të përfunduara, kemi dhe pulën që do e presim edhe 40 minuta, 35 pothuajse, ashtu do të piqet në këmbë, pula pindos për çdo shije. Lumshin duart Albana, do të përshëndetemi për hapësirën e reklamave dhe gjithashtu për fleshin informativ në mënyrë që do takohemi direkt me kërcimin e fëmijëve. Shihemi pas pak në Rrezë Dielli.
zgëzuar një qershorin, kërcyet shumë bukur. Këto mjelma kaq të bukura që vinë nga VB Studio Dance, na kanë përshëndetur dhe kanë ardhur këtu në Reze Dielli. Ti e para, ti që ke lyer, ti që ke bërë shumë e bukur. Si e ke emrin? Unë kam emrin Gisel. Sa vjeç je ti, Gisel? Jam 5 e gjysmë. 5 e gjysmë. Do na thuash në një fjesh? Po. Hajde na e thuaj. Gëngje qelin sot zambakët, se kanë festën votë së rakët. Eja, shoku im, na pret fusha gjithë gëzim. Prit më, erdha shpejt, por si zëgu kraolet. Dhe të mbledhim lule plot, një qershorin kemi sot. Do duar të flasim për shoqen. Bravo, jepja mikrofonin shoqes tjetër, kushdo me radhë, të gjithë me radhë. Të pëlqen kjo festa e bukur e një qershorit? Po. Dhe pra e rritur të arrush dhe të hante, por rinte nën pirgull, vetë se nuk i shante, që kanë të papikura, kush e dit farë, sepse një arrush me vete i kishte marë, shikoj tha Dhilpra, mos ke frika s'pak, hica të mundesh, më shumë pistak. Dhilpra mbushi thesin dhe iku me vrap, dërsa kjo arrush si vjellë su kap. Bravo, një duar të kitje për shoqen. Kush e ka radhën tani, kush e ta marri mikrofonin? Kjo vajza këtu, kjo e Vockla. Una jam në gocë mirë. Ti e një gocë shumë e mirë, jo e mirë, por shumë e mirë. Si e ke emrin ti goca e mirë? Po. Si e kishe emrin? Çfarë të pëlqen ty të bëhesh kur të rritesh? Ke menduar në një dëshirë që ja ke treguar mamit, Po. edukatores, shoqeve? Unë ja kam treguar mamit që dua të bëjmë edukatore. Do të bëhesh edukatore, të pëlqen shumë. Po. Mirë, tjetër, kë do pyesim tjetër? Kush do vi tjetër te mikrofoni? Po, ty do të pyes. Unë ka emrin Koara. Koara, sa vjeç je ti Koara? 4 gjys. Ku vjeni qeshori, zemra me gufon. Sër festa ime, sër festa jonë. Ve shokët, ve shoqet, lodhjim ve këndor, prindër me thues. Bashk me ne gëzohen. Gëzohen, të gjithë bashkë. Dhe erdhe një qeshori, lumturi qende, ti gjithë më mësnesh, veç pranveren që pranverjet ajo, është pranvere artë, se në shkeqe zemra po, një dëshire zjarë. Të lumë të goja, japim tani shoqes mikrofonin? Një qeshor, a betarë mbaj në dorë, jam i vogël 6 vjeçar, e do shkoj në klasë të parë. Erdi qeshori, neve viti në mbaroj për sëri. E janë i fëmijë të këndojnë të bashkuar, klasën e parë do të fillojmë. Jeni shumë të mira, një duar të kitje, tani si thoni të presim edhe shoqet e tjera të grupit tuaj? VB Studio, presim grupin e të rritur dhe të urojmë të gjithë fëmijët tani me një zë, gëzuar një qershorin, thuaj aty për para kamës. Le të bërtasim edhe një herë, gëzuar, ishit shumë të bukura, jeni të mbretërueshme, kaq të bukura dhe kaq të shkatha. Mirë, me një herë do të vim me grupin tjetër të vajzave, të cilat do të na performojnë dhe do t'i pyesim edhe ato për të marrë brohurimat e fëmijëve në këtë ditë që është e tyre, është një qershori. But they never wanna leave. Exes and the oh, they haunt me. Like the oh, they want me to make the they won't let go. Exes and I had a summer lover down in New Orleans, warm in the winter, nothing frozen in the spring. My mind, how the seasons go by. I get high
Christmas, everybody. hate that I remember. I wish I could forget what you did last December. You left my heart a mess. But you blew it. How could you do it? Do it, do it, do it. Sa bukur. Studioja jo nuk ka qenë ndonjëherë më e bukur se sa sot. Ju jeni festa, ju jeni gëzimi, buzëqeshja, performuat kaq shumë bukur, edhe jeni bërë kaq të bukura. Ky është grupi i dytë, pra grupi më i rritur i VB Studio. Do ta përshëndesni profesorin që ju ka mësuar të kërceni kaq shumë bukur dhe të performoni kështu pa emocione fare dhe të jeni kaq të lirshme? Po. Kush do flasi më tepër? Hajde, te kamera përpara. Unë jam Martina. Martina, sa vjeç je ti, Martina? Jam 7:30. 7:30. Je në klasë të parë bie? Të dytë. Të dytën, je në klasë të dytë. Përveç mësimeve ti merresh edhe me baletin apo jo? Po, Të pëlqen edhe shumë? diçka tjetër, që është piktura. Të pëlqen dhe piktura, pikturën bukur. Ke pikturuar diçka sot për 1 qershorin? Në fakt, Apo kemi ende kohë për ta Kemi ende pikturuar? kohë. Çfarë i bën ato pikturat që vizaton, që pikturon edhe me që penela, Mhm. me bojra, me bojra me dhe lapustila, me akuarel që shkrye me ujë, janë lapsa, dhe shkrye me penel ku i lag me ujë. Mhm. Ti e kalon kohën e lirë me balet, me pikturë, me mësimet. Po. Çfarë të pëlqen më shumë të pikturosh, Martina? Unë vizatoj të gjithë gjërat të ndryshme. Të gjërat të ndryshme. Jo se kam ndonjë gjë që më pëlqen të bëj tërkohë. E kuptova. Çfarë të lind aty për momentin? Çfarë do recitosh sot? Çfarë ke menduar sot për 1 qershorin dhe kujt do t'ja uroje tjetër 1 qershorin përveç së shoqeve që ke këtu? Të gjithave. Të gjitha shoqeve dhe shokëve të tu. Mirë. Aty përpara kamerës, atëherë filloj me Martinën për të recituar vjeshën që ka përgatitur për sot. Puthjen e parë nënës, letrën e parë nënës, të fshetën e parë nënës, se mua nëna më lindi në maj dhe askush tjetër s'më lindi përveç saj. Bukur, një të bartokitje për shoqen. I kalojmë vetë mikrofonat përpara kamerës. Unë jam Jasmina edhe jam 7 vjeçë. Unë jam në klasën e parë edhe si vjet do futem në pikturë. Do vazhdosh kursin e pikturës. Do Po. vazhdosh edhe baletin? Po. Të pëlqen shumë të kërcesh? Po më pëlqen. Të pëlqen. Sot çfarë do recitojmë? Vjeshën e abetares time. Të abetares. Aty përpara kamerës e fillojmë. Abetare ime dashur, shi pashi aterat, i ka bledhu gjitha bash, një nga një do shkën do flas, ti do gjëmë me kujdes, edhe ndonja ke që mund të thënë, le ta zgjidhin këtu me në snesh, mos na dali fjala në shesh. Bukur, duhet të kasim shoqen dhe kalon mikrofonin sipas radhës. Unë jam shumë e lumtur të jem këtu. Edhe ne ana shumë. Edhe ne të gjithë jemi Unë e shumë të dua lumtur që shumë kemi- profesorin. Unë i kam prindërit shumë të mirë. Mua më pëlqen shumë të këndoj. Të pëlqen shumë të këndosh dhe ti e kaq e mirë dhe ne mezi po presim të të dëgjojmë të këndosh. E ke menduar një këngë për sot apo jo? Hajde, aty përpara, siç je. 1000 zemrat, 1000 duar për plasin. 1000 zemrat, thonë të dua. 1000 foljet, 1000 gojat, të rasin, të dua o balet. Të gjitha vajzat i thonë profesorit, të dua, sepse besi e bëri këtë gjë, sepse gjithë e bëmë këtë gjë. Ana, kjo është këngë që ti po e krijon në moment? Edhe kjo e bëri këtë studio. Unë po prisja çfarë është kjo këngë, Ana e ka krijuar në çast këngën. Një duar tokitje për shoqen.
Unë qem Lois Basha dhe jam 8 vjeç e gjys. Unë kam menduar një vjersh për Skënderbeun. Për Skënderbeun, hajta dëgjoj. Krye qyteti bekuar, prite Skënderben, po vjen si pëllumbi shkruar të shpëtoj MMD-n. Vajza vogël, mos rëndo, nri syça dhe më shëto, të rabimet ti mësove. Rënë me rënë, mos e latrove, ma tha mësusja këtu në vesh. Vaj si ty, s'mund të gjesh. Në klasës të dytë, kur ti të shosh, pa gabime do punosh. Burrë të shresh dhe të lexosh. Prindërit dhe mësuse, shumë do t'i gëzosh. Bukur, një duar të kitje. E shumë të drejta. Kush do mi thot të drejtat e veta? Hajde Martina, të drejtat dhe më pas edhe detyrimet që keni ju. Të drejta kanë të argëtohen, të mësoj, të luaj. Cilat janë detyrimet që ju keni? Të mësoj, të kërcej. Jo dhe aq për detyrim e kërcyera. Më thoni, sa prej jush e pëlqejnë të qëndrojnë në telefon? Se po prisit ju pyesja diçka tjetër. Të gjitha moj, e ngritë duar. Sa minuta dhe orë qëndroni ndoshta? 20 minuta. Unë qëndroj 1 orë sepse unë kam probleme me syt. Shumë po qëndron me qënse ke këtë problem. Po mirë, si është e vërteta, sa duhet të qëndrojmë, sa larg duhet të rrim neve teknologjisë dhe me çfarë duhet të merremi më shumë? Duhet të merremi më shumë me aktiviteta se sa me telefon, sepse ato të prishin sy dhe të bëjnë shumë probleme. Është e vërtet? Po. Është e vërtet? Po. Po mirë, t'ju pyes pak për ushqimin e shëndetshëm, çfarë konsumoni, çfarë hani më shumë, çfarë ju pëlqen më shumë me radhë? Unë më shumë haj brokoli. Brokoli. Sallatë, po. Me sallatë. Super, super, super. Afrojeni mikrofonin? Po ti? Mua më pëlqen më shumë që të haj repa sepse i kam ngrënë edhe 3 vjeç. Që 3 vjeç repa, do të thonë janë ca perime që jo të gjithë fëmijët i kanë me qef, Po. Se pjesa më e madhe me sa dëgjoj unë kanë qefin jo pastat, jo Një pica. fruta mund të themi? Po absolutisht që po, që kryesore. Çfarë fruta shati Martina? Unë haj qershi, haj moll, jeshile dhe të kuqe, haj dhe dardha. Të pëlqejnë shumë. Po. Perimet i ha? Jo të gjitha. Qik me kështu, me zorë? Mirë, me radhë, tjetra, të po kërkojnë mikrofon. Me radhë dhe vetëm ktheu një Unë përpara. ha lule shtyrë, qershi edhe pjeshkë. Kush më thot, pse është e rëndësishme të ham gjëra të shëndetshme? Sepse arritemi shëndet. Marrim mikrofonin, se nuk dëgjohet zëri. Është shumë e shëndetshme që të hajmë ushqimet sepse ne mund të rritemi dhe mund të shtojmë kile. Edhe mendja jon bëhet më e zgjuar. Është shumë e rëndësishme të hajmë ushqime të shëndetshme, sepse po nuk hëngrëm, sëmuremi, shëndoshemi, na hikën sheqeri, ngrihet i lartë, nga ngrihet tensioni, na ngrihen yndyrnat, edhe bëhemi pastaja shumë keq. E dëgjuat? Më shumë të sëmurura se sa keq. Kështu që duhet të jemi shumë të kujdesshëm tek ushqimet që do të konsumojmë. Mirë, do bëjmë një urim të përbashkët tani me mikrofon. Të gjithë mbaheni në mes mikrofonit dhe në një zë le të urojmë të gjithë fëmijët gëzuar një qershorin. Gëzuar një qershorin! Ju përshëndesim shikuesit, të themi miropafshi. Miropafshi! Jemi sërish në studio, e në fakt në një skenografi të re, të cilën e kemi përshtatur si një teatr kukullash të lëvizshëm, sepse po, kjo është puna që Mari Glen Kaso bën prej kohësh, duke zhvendosur teatrin e kukullave të cilin e ka improvizuar në zona të ndryshme të Tiranës, në kopsha, apo institucione të tjera, por edhe në qytete të tjera të Shqipërisë, duke ofruar shfaqje për vogëlushët, duke i shkruar vetë tekste dhe do mësojmë disa le të themi risi që ai ka sjell me teatrin e vetë të lëvizshëm. Mari Glen, kënaqësi që të kam këtu. Përshëndetje, kënaqësi edhe për mua. Në këtë ditë që patjetër duhet të jetë ngarkuar edhe për ty. Shumë e ngarkuar. Me shfaqjet. Është gjithë java, jo vetëm dita. Ti vetë je aktor, apo jo edhe... Po, në fakt, puna me teatrin e kukullave ka nisur rastësisht në qytetin e Vlorës, atje unë isha gjimnazist, edhe bënim shfaqje shkolle, më pas pam në televizor një kështu audicion që bëj, shkova,
Edhe herën e parë nuk fitova për fat keq. U mërzite, besoj. Po, u mërzita shumë, po edhe mendova se më kishim bërë pa drejtësi, po më vonë bëra pjesë e Teatrit Kukullave në qytetin e Vlorës, ku punova për disa vite, me regjisorin Halim Halimi, cilin duhet ta përshëndes edhe ta falenderoj që në një farë mënyrë më ka futur në këtë rrugë. Dhe pas shumë kohë të gjatë atje, me festivale, përfaqësi brenda dhe jashtë vendit, erdha në Tiranë, ku tani prej vitesh kam krijuar një teatr të Vockët Lëvizës. Po si lindi kjo ideja e teatrit Lëvizës, kur mund të ishte përqendruar diku? Pra, ti merr këtë teatrin e improvizuar Lëvizës dhe e shëtit kudo pastaj në për institucione të ndryshme, por edhe në qytete për të bërë shfaqje verore tek fëmijët që mblidhen aty në një shesh të madh dhe ti i kënaq. Ideja lindi sepse sot është diçka që mungon. Kjo, nëse në fëmirin tonë Teatri Kukullave ka qenë ajo gjëja që ne mezi e prisnim, sot mungon, pavarësisht se ka teatro të kukullave që bëhen, por bëhen shumë rrallë, ndërsa kjo është diçka që mund të shkojë tek fëmijët, edhe gjithë fëmijët, qoftë ata që kanë mundësi të shkojnë me prindrit e tyre, ose se ndonjëherë është edhe çështje e tradite, ka prindër që e kanë traditë të çojnë fëmijët e tyre në teatrin e kukullave, ka edukojnë me këtë lloj kulture për të ndjekur çdo fundjavë një pjesë nga teatri i kukullave, por ka zona Mariglen apo zona më të thella që nuk e kanë fare mundësinë për të çuar fëmijët, ndaj ke menduar ta shtrish edhe në zonat rurale më të thella për fëmijët? Pa diskutim, edhe në bashkëpunime që kemi patur vite shkuar me organizatat ndryshme, kemi qenë edhe në fshatra, në zonat thella, edhe normalisht që edhe ata e mirëpresin, edhe e shohin si diçka që vjen rrallë normalisht. Sot ne dim se çfarë roli ka teknologjia dhe sa i mbërthen fëmijët tanë pas atyre videove që qarkullojnë apo kukullave apo personazheve me të cilën ata edhe shpeshherë identifikohen apo imitojnë. A është e vështirë për ty si aktor apo si krijuesi i kësaj, le të themi, studioje të Vockës Lëvizëse për të përqendruar e për të tërhequr vëmendjen dhe këshërinë e të vegjëlve për të ndjekur deri në fund pjesën? Po, pa diskutim, është e vështirë, aq më tepër kur janë në kopësht ata në atë habitatin e tyre, gacmojnë shokët se janë me njëri tjetrin, por për këtë mundohemi që historitë jenë të shkurtra, dinamike, edhe që fëmijët jenë të përqendruar. Ajo që unë shikoj më tepër është mesazhi që dua t'ju jap fëmijëve në fund të shfaqjes, që ata mos shikojnë thjesht disa kukulla që lëvizin dhe ta riktohen për momentin, por që të marrin edhe një mesazh ashtu siç gjithë ne marrim një mesazh kur dalim nga një teatr, një shfaqje teatrale apo në fund të një filmi. Dhe kjo ka qenë edhe ajo përpjekje dhe synimi im, domethënë, prandaj edhe jam përpjekur që në një farë mënyrë, edhe pse nuk jam i mirë tek shkrimi, jam detyruar që të punoj gjatë që historitë i shkruaj vetë. Historitë i ke shkruar që në fillim vetë, apo rrugës se më mirë po i sajoj, po i shikoj sipas përshtatjes që të ketë tek? Që në fillim, sepse nuk doja që fëmijët shikonin edhe tek Teatri i Kukullave Borbardhën, apo Tre Derkucat, apo gjithë to historitë që ne i mësuar edhe i kemi dëgjuar, por doja që ata të shikonin diçka të re, domethënë, natyrisht nëpërmjet kafshëve, nëpërmjet personazheve të ndryshme, sjellim histori që lidhen edhe me përditshmërinë e vetë fëmijëve, siç e përmendët edhe ju, teknologjinë. Unë kam shkruar një shfaqje që ne e bëm pak edhe me fëmijët, që një telefon bëhet shkak që... Po, të cilin ne do ta ndjekim pak më vonë, për vogëlushit që të jenë pjesë këtu në studion tonë. Her pas here i kemi ndruar dhe ne panelet e vogëlushve, sipas ditës, kemi dëgjuar të këndojnë, të kërcejnë, dhe kjo është dita e tyre. Kështu që do t'ia dedikojmë atyre të rësisht këto minuta të arta për këtë ditë të rëndësishme për fëmijët tanë, për të drejtat e tyre, për dëshirat, për mundësinë që ne duhet t'u japim që ato të realizojnë sepse është edhe një përgjegjësi e jona, e ne të rriturve. Që le të bëhemi gati, dhe Marigleni na prezanton, na thua dy fjalë, e ke punuar Renkas për ditën e sotme, e ke prezantuar diku këtë material? Është një material që është prezantuar shumë herë dhe është pëlqyer, por më tepër e kam si më të preferuarin për shkak të mesazhit që përcjell, pra më pak telefon, më shumë lojra
si dikur do më thënë. Më shumë argëtim. Më shumë argëtim, e vërtet mesazh që duhet përcillet. Të uroj shumë suksese. falenderoj. Është diçka e re, është një risi që mjafton ajo ideja dhe pastaj ato ëndrat edhe punët realizohen rrugës, edhe me ekip, edhe për të dhënë sa më shumë kënaqësi tek të tjerët. Shpresojmë të kemi dhënë më tepër kontribut, do më thënë që fëmijët jenë ta shijojnë edhe teatrin, siç thamë, si ata që kanë mundësi dhe ata që nuk kanë mundësi. Pas pak një shfaqje të improvizuar në studion lëvizse të teatrit të kukullave nga Marigleni këtu në Rrezë Dielli. Bëhemi gati. Përshëndetje Kalamaja! Përshëndetje! Po si jeni more Kalamaja? Mirë! Po si keni kaluar more Kalamaja? Mirë! A keni shkuar mirë në shkollë? Po! Po në shtëpi jeni sjell mirë? Shumë mirë. Unë jam Bufi Urti Pyllit dhe sot desha që t'ju tregoja një histori. Pa më thoni, e përdorni celularin juve të shtëpia? Po. Kush e përdor më shumë, pa ngrini pak duart? Bo. Të gjithë e përdorni celularin, do me thanë. Po e dini që s'duhet ta përdorim shumë celularin apo jo? Po. Sepse e di që ndodhi miku tim i Riqi? A i ishte shok i ngusht me Rosakun. Keni ju ndonjë shoqe ose shok të ngusht? Po. Shumë mirë. Kështu ishte dhe i Riqi me Rosakun. Ata luanin bashk, detyrat i bënin bashk, shkonin në shkollë bashk dhe çdo gjë e bënin bashk. Mirë, po një ditë prej ditësh, i Riqi na kishte ditëlindjen dhe mami i Riq me babin i Riq i blien i Riqi të vogël një celular. Dhe i Riqi filloi të luante me telefonin, aq sa harroi të hante edhe ushqim, harroi të bënte detyrat, harroi të luante me shokun e tij dhe harroi të flinte edhe gjumë. Mirë, po kjo gjë vazhdoi aq gjatë, sa që Rosaku një ditë prej ditësh u mërzit dhe nuk i foli më i Riqit me gojë. Po kështu, edhe mësuesja e qortoi, sepse i Riqi nuk mësonte më dhe nuk i bënte më detyrat. A i filloi të gënjente, po filloi të ndihej edhe i lodhur, se nuk hante ushqim dhe nuk flinte gjumë mjaftueshëm, pasi e kishte mendjen gjithë kohës tek lojrat e telefonit. Derisa një ditë prej ditësh, i Riqit na i ra të fikët në klasë. Mësuesja dhe shokët e tij e çuan në spital, aty ku mjeku i tha prindërve që të mos e lejonin më të luante me celular. Prandaj, edhe ne nuk duhet të luajmë shumë me celular, por ta kemi mendjen tek mësimet, edhe pak te librat, edhe pak te lojrat, edhe tek ushqimet, edhe tek gjumi. Në rregull? Se ndryshe e pësojmë si i Riqi pastaj. E keni parë gjë shoqen time Bletën aty vërdall? Po ku je moj Blet, hajde këtu, hajde. Afro. Ç'do të na thuash sot ne dhe fëmijëve të tjerë? Doa t'ju them që mbajeni mendjen te mësimet, se pastaj do e pësoni dhe ju si i Riqi. Bravo! E dini ju Kalamaja se çfarë prodhon Bleta? Prodhon qumësht, apo jo? Jo. Nuk prodhon qumësht? Jo. Prodhon çokoladë? Jo. Po çfarë prodhon? Do na thuash ti Blet vetë çfarë prodhon? Mjalt. Mjalt. Ju pëlqen mjalti juve? Po. Shumë mirë. Atëherë një dorëkitje edhe për shoqen time Bletën. Bravo, mirupafshim Kalamaja, mirupafshim. A ju pëlqeu pjesa? U kënaqët? E morët një mesazh të bukur? Tani Kleisa do na vi këtu në qendër të skenës tonë të bukur, që kemi sjell enkas për ditën tuaj të bukur të një qershorit, po sa e bukur që e bërë parotullon, çikrotullon. Wow, sa bukur me këto flokët e gjata, i ke bërë dhe me onde. Ti që ke bërë një princeshe vërtet. Do prezantohesh pak te publiku, si quhesh, sa vjeç je? Unë jam 6 vjeçe, jam nga Tirana, Kleisa Rafi. Ti je Kleisa që këndon bukur?
Që të pëlqen shumë kënga? Vere mikrofonin, të na Më dëgjoj zëri bukur. pëlqen të këndoj atë Zemra ime. Zemra ime, kjo është kënga që ti ke bërë. Mirë, atëherë ne do të ndjekim Kleisën e vogël në performancën e saj këtu në Reze Dielli. Do ta duartokasim shoqen që të ikin emocione? Të vi dhe unë këtu me juve. Zemrën time vogël, janë lule me shumë gjyra. O sa mrekulli, o sa mrekulli. Ndjen aromën të tyre, shpirti im i vogël. O sa mrekulli, aty gjen qetësi. Zemra ime vogël, rritu edhe pak, që të ndihesh më mirë në botën tonë të lirë. Zemra ime vogël, rritu edhe pak, që të ndihesh më mirë në botën tonë të lirë. Dua të fluturoj si një zog, anë mba me ju të shkoj, të selule në kopshtin tim, ta mbush plot për mua dhe ju fëmi. Zemrën time vogël, janë lule me shumë gjyra. O sa mrekulli, o sa mrekulli. Ndjen aromën të tyre, shpirti im i vogël. O sa mrekulli, aty gjen qetësi. Qielli ndriçoj dhe lulet na çelën, natyra unë gjallë me shumë gjyra. Qielli ndriçoj dhe lulet na çelën, natyra unë gjallë me lule me gjyra. Dua të fluturoj si një zog, anë mba me ju të shkoj, të selule në kopshtin tim, ta mbush plot për mua dhe ju fëmi. Bravo! Kleisa, ke një zë shumë të bukur. Hajde këtu, se unë nuk po qojmë do të më, por i këtu. Regjia por i këtu me fëmijët, sepse kjo vajza këtu mu mërzit pak. Si e ke emrin ti? Ester, Po mbi emrin? Beta, Po qa është kjo të syri që ke vënë kaq të bukur, kjo perla kështu? E ke zgjedhur vetë? po, Do na thuash ndonjë gjë sot ti? po. Thot vogël Lucialet, kam dëshirë të bëhem blet, të se tis në do pranver, në pelurle plot me herë, në prir, në maj, të bëjmë njalë për kalamaj. Kam dëshirë e dëshiroj, të cis t'i gëzoj, kusët fjallë të pajisme, jaskullule në lujste, unë mbrapa e gjurmoj, qak me thumë dhe thumboj. Bravo! E shikon sa e thjesht që ishte. Po ti si quhesh? A të mbaj mikrofonin vetë, sa e bukur muj, sa e bukur. Studia jonë shkëlqen sot, shkëlqen, më e bukur se kur. Si quhesh? Lesiola Gjaj, Sa vjeç je ti? 4. 4 vjeç. E ti që je shumë e bukur? Po, Ta ka thënë mami me babin? po, Po shoqet? po, Qa ke mësuar sot? Ti të na recitosh një vjersh? po. Hajde ta dëgjojmë, aty përpara kamerës. Kete, supa është e nxehtë, kosi është e ftohtë, buka është e fortë. Kete, pse vënojna, dua shallë si dojna, dua gjithë lodrat, të mos luajnë motrat. Kete, pse vjen në kopër zvonë, në pse i thua, rri këtu me mua. Kete, pa mendoj e vetë, vajzat e mira nuk bëjmë për kodhe lira. Bravo! Vajzat e mira nuk bëjmë për këtë lira. Ti je një vajzë e mirë? Nuk lastohesh një çik ti te shtëpia? Ja.
Jemi dhe me Perlën, me aktoren e vogël, e cila, përveç se aktrimit, ka dhe një tjetër pasion për cilin ka ardhur Enka sot në studion tonë. Është make-up artiste dhe me talentin e saj, ajo do t'i realizoj një make-up të plot, mamas së vetë. Kështu që bëhemi gati apo jo, Perla, për të kuptuar më shumë rreth këtij pasionit tënd, që ku ke filluar ti të lyesh, ku ke parë, pse të pëlqen? Kam nisur që vogël, diku te 5 vjeç kam filluar të lyja buzët të vetë. Të veja make-upin, të veja vetë. Pasionin e kam marrë nga gjyshja. Gjyshja? Po. Është parukere? Po. Dhe ti e ke vjedhur profesionin e saj? Po, nga që jam rritur paka shumë aty, edhe kam marrëdhënie shumë të afërt me gjyshen. Atëherë, ne bëhemi gati, ti shko aty bëu gati, thirr edhe mamin që të fillojmë me lyerjen, dhe unë do të merrem pak me këto 2 vogëlushet e tjera që më kanë ndenjur urtë sot, kështu që çau Perla për të bërë gati tryezën ku do të lyejm mamin tënd. E bën vetë, e bësh shumë bukur. Faleminderit. Hajde ne këtu tani, hajde këtu të shpirt. Hajde këtu dhe ti Ema. Zhonga. Ema Zhonga. Ty ta di me emrin se ti je shpirti im, që nuk më lë emision pa më shoqëruar, dhe të dua shumë. Edhe unë. Shpirt. Një mesazh për një qershorin, shokëve dhe shoqeve të tua. Ato do gëzoj shumë. Kur t'ju shohin këtu në ekran. Sepse unë nuk kam dalë një herë në televizor, asë një herë, dhe dua t'ju them një mesazh për një qershore. Patjetër. Një qershore është festa e fëmijëve dhe fëmijët e gjithë duhet të jenë të buzëqeshur, jo me naze dhe të mërzitur, por duhet të jenë sa më të lumtur. Edhe të dëgjojnë mësuesit, edhe të dëgjojnë prindrit, Po. edhe mos përdorin shumë telefonin. Mirë, Ema, faleminderit. Unë do jap një mesazh për të gjithë fëmijët e botës, edhe për festën e një qershorit. Unë uroj që të gjithë fëmijët e botës të jenë të lumtur, edhe ta festojnë shumë bukur këtë festën e një qershorit, se besoj se kjo do jetë festa e fëmijëve më e bukur. Më e bukur, që ta mbajnë mend gjithmonë dhe të jenë gjithmonë të lumtur. Bëhemi gati të shohim Perlën. Përshëndetje, unë jam Perla Mançe, jam 10 vjeç dhe banoj në Tiranë. Unë do i bëj një make-up tutorial mamit tim dhe dua t'ja u tregoj dhe juve. Si fillim, filloj me primerin që e kemi vendosur para filmimeve dhe më pas do filloj me vetullat. Për vetullat kemi lapsin, dhe lapsi duhet me një ngjyrë me vetullat, që të përshtaten më shumë. Fillojmë nga këtu, i bëjmë një vizë, dhe i krijojmë, i ambushim, i krijojmë në disa fije. Kështu. Dhe këtu në fillim e krehim. Duhet të kesh posaçërisht një gjë për ta krehur vetullën, një furçë. Një e tillë si kjo, ose si kjo këtu. Dhe vetullën tjetër. Nëse ka ndonjë hapësirë boshe, mundoni që t'ja plotësoni, që vetulla mos duket boshe, mos të duket e pa plotësuar. Më pas do vazhdoj me tonet, që vendosen para se të vendosim make-upin, sepse pluri mund të bjerë i poshtë dhe mund të na shkaktoj ndonjë problem. Mami timi pëlqejnë tonet natyrale, ngjyra toke, ka duhet një furçë për ta sfumuar dhe fillon nga fundi, e bën si hije dhe e sjell për brenda. Varet se çfarë do veshësh, nëse ke ndonjë event që duhet, si për shembull, mund të kesh ndonjë veshje me ngjyrë baby blue, mundohu që të bësh ose ngjyra toke,
ngjyra të çelura si vetë fustani. Make-upi ka edhe radhë që gjërat mos të ngatrohen, mos të prishen, me një fjalë. Pasi vendosim tonet, vendosim foundationin, vendosim make-upin. O Perla, po ti je një profesioniste vërtet, po të ndiqja me vëmendje, po që tek terminologjia, dukesh si një profesionist kur ke punuar prej vitesh në sallone bukurie. Mami, kush ka goca, boton ka. E pas ke zgjidhur, e pas ke parukere në shtëpi. Të lumt Perla, vazhdoje punën, thjesht po ma biste mënyra se si ti po e shpjegoje gjithë procesin tënd të punës me një siguri në vetvete. Perla, ti po i bën mamit një make-up të përditshëm, për përdita, për një event apo? Po, do një make-up të përditshëm, Po ju dy natural. një pini një kafe bashkë, apo jo? Dhe i ke ndjekur tutorialet në internet. punën që the, po edhe në internet. Po. Po, edhe te gjyshja, te mami. Tani, çfarë është e rëndësishme për ne që përdorim make-upin? Si duhet ta përhapim ato që të na qëndroj mirë tek fytyra? Nëse është i Duke lëngshëm, punuar, duke na e treguar. po, nëse është i lëngshëm, me një furç nuk është problem dhe me ndonjë sponge, nuk është problem, ndërsa nëse është i thatë, varet, janë edhe ca të thatë, ato i ven me ca furça, paka shumë si këto. Me sfingjer, Po. për tu përhapur dhe për tu përthithur mirë. Po. Po make-upi është që është më e rëndësishme, ose duhet të jetë, duhet të përshtatet ngjyra e lëkurës me make-upin. Nuk duhet të jetë e Më ndryshme. erët apo më Po, ose më zbarkur. hapur. Ti e di besoj që për fytyrën tënde dhe të moshës tënde vendosja e fondatinës është e dëmshme edhe mbylljen e poreve apo jo? Po, dhe make-upit, varet, make-upit janë ca make-upit që janë vetëm për evente, sepse mund të shkaktojnë Irritime, po, bllokime bllokime të poreve. Po, edhe prandaj, do me thënë, janë disa produkte që shumica njerëzve i përdorin në përditësi. Kur bëjnë make-upin. Ti edhe tek përhapja e make-upit je e suksesshme dhe e sigurt, sepse po shoh që nuk ngelen kështu të papërhapura mirë zonat të caktuara të fytyrës. A mërzitet ndonjë mami thotë që jo, të lutem se jam e lodhur, dua të bëj një punë, dua të Jo, mami ka qef dal. kur e luaj unë, vetëm se ndonjëherë ka qef edhe motra vogël. Tek vetja jote nuk e praktikon, the. Jo, Ja. Të pëlqen ti zbukurosh të tjerët. po. Ja, e përhapim edhe pjesën tjetër. Dhe Kalojmë tek për- hapi tjetër, se ikin fluturojnë dhe këto minutat. Dhe tani Pra kemi bërë dritjet, vetullat dhe kemi shtruar make-upin. Tani, kemi concealerin po, që është për syt, rrathët. për rrasat e syve. E vendosim këtu. Honda. Njerëzit, po thaj se jo të gjithë, po që disa njerëz duan konturin e vetë si pas kockave si ju vjen. Formës. Po, si ju vjen. Ajo qa është që po i vendos? Ky është highlighteri Highlighteri. që ta tërheq. Ja vejmë këtu për tërheqjen e syve. Pastaj konturin për fytyrat të thata, duhet shumica e njerëzve dhe duhet të përdorësh make-upe që janë sa më glow, sa më kështu, sa më që shëndrin, që Se thaj më tepër po, lëkurë. dhe që fytyra mos të duket ajo që është e thatë. Dhe për lartë që fytyra sa më e tërhequr, të gjitha duan fytyrën. Të gjithë duan fytyrën e tërhequr, Frela. Duhet ta ushtroj me këtë pozicionin që ti po tregon tani, të mbajtjes së sfingjerit, edhe të sfumimit, ja kështu. Shumë shpejt, Perla do të ketë sallonin e vetë, mami.
përhapim. Është një pasion i dytë, pavarësisht se të tjera ëndra kemi përpara. Edhe angazhuar në shumë kurse. Thot mami, kështu që kemi rrugë të gjatë përpara. Kjo është një nga dëshirat e Perlës. Gjithmonë, kur gjyshja bënte ndonjë make-up, unë i rria te koka dhe i shifja mi shpjegonte të gjitha. Edhe mami pashtu. Ke menduar ndonjë ditë të bësh tutoriale, të kesh faqen tënde në një mosh pak më të rritur? Po. Me tutoriale, a imagjinon dot se sa e famshme të bëhesh pikërisht me këtë? Po, se mësojnë edhe shumica e shoqeve që janë shumë make-up artistë të famshëm. Po nuk është se kam qef kur të rritem, nuk dua të bëhem make-up artist, kam qef të bëhem ose modele ose aktore. Edhe 2 hapa të fundit duam ne, pak të buzët ndoshta për ta përfunduar make-upin e ditës, edhe mbarojnë shumë shpejt. Buzët... Kjo hapësirë, kjo ditë e bukur, që kemi patur vetëm zëra fëmijësh dhe na ka zbukuruar të reze diellja dhe konturin që nuk i lëviz fare dora. Sa herë i fshim ne kur bëjmë këto konturet të lumt Perla. Një penel të sfumuar, që të mos duket si një vizë trash mbi qerpik apo jo. Është make-upi që Perla i realizoi mamit të vetë, siç tha dhe ajo, që e kam edhe mami pak të bukur, kështu që më jep një dorë, është e bukur mami që të jep ty një dorë të ndihmon që ta realizosh siç do ti, me syrin e madh, me lëkurën e pastër, dhe ty të realizohet komplet siç do ti. Make-upi i shumëllojshëm që realizon me mamin, me ngjyra të ndryshme sipas mënyrës se si vishet mami. Po, siç e realizon edhe. Miropafshim, do të përshëndetemi, le të përshëndetemi me publikun, t'i urojmë gjithë fëmijëve kudo që na ndjekë gëzuar një qershori. Faleminderit mami Perla, shumë suksese në të gjitha dëshirat dhe ëndrat që ti ke. Kalofshi bukur ditën e sotme, faleminderit që na ndoqët.